kur e ka shpall pavarësinë, tho që s'kan fol keq kur gjë. A kemi tash gjykatat pa drejta sipas teje? Aktuale, këtë vit që jetojnë. Ta zëm një rast për krerët që janë në Hog. Po dhe në Kosova... Po flas pikërisht për krerët që po gjykon aktualisht në Hog. Qysh e gjykon realisht atë gjykati, në mendimin tënd? Që lufta ka sjell probleme ndryshme. Sigurisht. Njerëz kanë qenë pak edhe të shqetësuar për shqetësimeve, për të tjera. Edhe mund t'jenë bon në një gabim, kështu rastesht, ndaj farë veç. Per ata që janë Hog, nuk besojmë që i kanë pos ato akuza që ata pe akuzojnë ato akuzat. Sepse ka qenë një ushtri që ka luftu për lirinë e vendit, jo për me uzurpue ose me pushtu një vend tjetër. Me a morë lirin dikuj, po me a dhonë lirin popullit vetë. Po. Kështu që gjykata e Hogës, tu po pasigurin në Kosovë, u doft me pranue, me bo gjykatën atje në vend që më bo këtu në Kosovë. Për shkak të mbrojtjes dëshmitarëve, po këtu ka qenë një qëllim po i msheft, që po del nga vetë situata, se dëshmitarët që janë shkue, atje në konë njerëz edhe të shitun, edhe të pagun, edhe pej Serbije, edhe pej njerëzve tjerë që ashtu ka qenë situata. E ta shqyqet që stadioli po flasin gjithë shka tash për thoqin, gjithë për ato. Kur e ka shpall pavarësinë, tho që s'kan fol keq kur gjë. A përshe, nuk jena mirë në këtë aspekt. Pse veç si janë burg, tash flasin keq. Na jemi në mbrojtjet edhe të vlerave të luftës të qekes, edhe në mbrojtje të thoqet, të Krasniqit, të Kadirveselit, që janë Hog, po edhe të tjerëve që janë aty, ku që fsholja ata tjerë. Sigurisht, edhe për të gjithë. Regja të gjithë.